deklarata për neve si komision, deklarata e një nën kontraktori, deklarata në betim e një kontraktori nuk ka qenë në rregull, po flas për si komision, dhe kemi pas vërejtjet tona në lidhje me atë deklaratën në betim. Në një. Jo, atë shtën falë, për në hyrë të shtuar vejtjet tona, thuhet që ne shtën, kemi ma të shurë. Vejtjet tona, çfarë vejtjet kemi posë? Vërejtjet në komisioni ka pas vërejt. Po. Se në shkrimet në deklarat nuk kanë qenë, në shkrimet në deklaratën në betim të këtij në kontraktori nuk kanë qenë autentike dhe të njëjta me në shkrimet në dokumente tjera. E dokumente tjera. Ne kemi, si komision, kemi kërkuar disa arsharime lidhur me këtë. Dhe në fond, nën kontraktori nuk është përgjigjur fare në kërkesën tonë për shërim. Dhe si rrethoj, nuk kuptohet që është i papërgjegjshëm nga ky aspekt. Arsyet tjera, nëse a mundem, arsyet tjera e eliminimit ose rekomandimit tonë si komision për anulim të këtij aktiviteti kanë qenë se operatori ekonomik Litvin i kanë ndryshu zotimet e marra dhe zotimet e dhëna gjatë fazave të negocimit. Nga aspekti i prokurimit, dëm nuk ka. Per arsye, po du me elaboru nëse më lejohet. Nuk është bërë asnjë pagesë ndaj kontraktorit. Si dhe nuk është prolongua fati i kthimit punë bllokut për shkak që ky kontraktor nuk ka pas asnjë pagesë. Nuk është prolonguar fati i kthimit në punë të bllokut me fajin e këtij operatorit për arsye se nuk e ka hapë kallaj. Për shkak të këtij operatorit, a po nuk kupton çfarë? Nuk kthye operatorin punë me ne prem? Po blloku o kthy kur e ka përfundu turbina. Masi është ndërprej kontrata me këtë operator, Keku me disa blerje të materialeve ka bo një riparim të vogël, emergjent, shpejt, për me kthy në punë në kohën e